tregojmë pak më transparent në qytetarin, ta fokusojmë në çështje. Çështja e buxhetit nuk është çështja madhore e këtij problemi. Së pari, para se të vemi te buxheti, kemi ato termat kohor që duhet kaq kohë, duhesh një 2 muaj informacion. Dhe ky informacion për çfarë na duhet tani, sepse e lëm për një moment hajde se ndodhem në një situatë se është justifikuar se si, nuk dihet, por është justifikuar. Fokusohemi tek paketa fiskale e cila është leva. Zoti Ila, e kemi ndarë në 3 pjesë, do flasim për buxhetin, projekt buxhetin, për paketën fiskale për të ardhurat personale dhe për biznesin. Shumë mbarojmë çështjen e unë po vite buxheti duke kaluar nëpërmjet paketës fiskale shumë shkurtimisht për një arsye të thjeshtë. Paketa fiskale është mekanizmi mbi të cilin do funksionojë ky buxhet. Sistemi i ri i taksave. Dhe ky shtet që të funksionojë, ai shoqëron buxhetin, është vetëm është sistemi fiskal për gjithë aktivitetet. Është instrumenti kryesor. Ky instrument jep rrjedhimisht efektin e tij nga pushteti qendror tek pushteti lokal. Sot që flasim, buxheti i shtetit nuk mund të krijohet nëse pushteti lokal nuk ka dërguar të dhënat e tij, nuk ka procesuar në qendër për nevojat që ka për vete. Dhe që të bënte këtë procesim, do të mbyllte tarifat dhe taksat vendore. Këto tarifa varen nga ajo paket fiskale e re që po flasim. Biznesi i vogël, nëse është folur shumë, i cili është në pushtetin lokal, të duhet të paraqitej aty. Dhe e fundit vim tek buxheti në vetvete, çfarë termash mban. Pra, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe e gjithë kjo situatë që flasim, nëse do të flasim në shifra, unë nuk jam në gjendje që të jap një shifër konkrete qytetarit për çfarë flasim. Janë hamendësime që ne mund të bëjmë në këtë studio, zyrtarisht asnjë nga ne nuk ka një material mbi të cilin mund të punohet dhe mund të debatohet. Ne flasim, kemi kontrole politik, po le ta lëmë politik. Si e njohin komisionet parlamentare, Komisioni Ekonomisë dhe Financave, e njohin dhe deputetët. Atëherë ne kemi marrë 2 qëndrime, një qëndrim që thotë i janë këto shifra dhe do t'i shërbejnë pjesës më të madhe shqiptarëve, kemi edhe një palë tjetër politike që thotë nuk i shërbejnë, por kjo barë fiskale, sikur u tha në studio, mbien mbi biznesin, mbien mbi intelektualët, dëmton tregun e punës dhe shumë elementë të tjerë që dëmtojnë në fundit dëmtojnë shoqërinë tonë.